Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin e javës Personazhe në Fokus. Emisioni sjell një histori frymëzuese, një rrugtim të veçantë me një personazh që në punën e tyre lën gjurmë në shoqëri. Sot ndalemi pikërisht në qytetin e Roskovecit, me një histori të një të riu. Ka ditur të ndjek pasionin e tij, pavarësisht sfidave dhe zgjedhjeve të ndryshme që ka sjell jeta. I lindur dhe rritur në Roskovec, me origjinë nga Mallakastra, ai zbulon dashurinë për artin që në moshë të vogël. Ndose studioi për veteriner dhe më pas ndërtoi karrierën si berber. Arti mbetet gjithmonë pjesë e pandarë në jetën e tij të përditshme. Prej vitit 2022, bërë pjesë në skenat shqiptare, duke sjellur krijimtaritë e tij, por dhe muzikën pikërisht jo vetëm në zonën e Roskovecit, po edhe më gjarë. Sot kemi kënaqësinë të kemi një personazh tepër të veçantë. Me mua sot dhe me ju, Florian Plaka. Flori, faleminderit që të bëm një referim shumë të shkurtër për të qenë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Qemi unë në radhë për të falenderoj shumë për ftesën e emisionit, urime për emisionin dhe kënaqësi për mua të jem pjesë e emisionit tuaj. Çdo thot për ju Roskoveci? Në Roskovec kemi shumë kujtime, është një qytet i vogël, por me vlera të mëdha, sidomos ato kulturore. A është bërë jeta juaj pjesë e personazhe të ndryshme këtu në Roskovec, sepse pak nga pak ne do zbulojmë jetën tënde të përditshme, për të kaluar të këto pyetjet tona, si çdo lloj personazhi që vjen në audiencën e emisionit në valët e televizionit Apollon, por duke njohur Florin pak nga afër dhe për të qenë Flori pak realitet. Dhe pikërisht ne kemi zgjedhur qytetin e Roskovecit, aty ku ti ke lindur dhe ke jetuar dhe vazhdon të jetosh, pavarësisht lëvizjes tuaj në Tiranë apo profesione ndryshme që ju i keni ndruar, që ju jeni njeriu me 3 profesione, më sa di unë. Eksakt. Eksakt. Se pikërisht Flori ka zgjedhur 3 profesione? Atëherë, e para është arti, siç më njohin shumica, sepse unë me këtë jam njohur që në fëmijëri, madje kujtoj që në atë fëmijërinë time të hershme më lidhshin në raste gëzimesh me familjarët tanë dhe këndonim ato këngët ISO polifonike, polifoni labe, edhe unë bashkohesh aty me Ajsa Dia dhe dashuroja shumë artin. Ju jeni me origjinë nga Mallakastra? Rrënjët. Ande janë Rrënjët? Ande janë Rrënjët. E keni gërshëtuar folkun e Mallakastrës me folkun e zonës Myzoqes, që i themi ne pjesë e Fjerit, Roskovecit, Lushjes, se gjithçka brenda. Ne kemi bërë pak a shumë një miksim, le ta quajmë në thonjza. Një miksim, por që i kemi ruajtur traditat ashtu siç duhen. Për shumë njerëz që nuk u njohin, kush është Flori Plaka për publikun që u ndjek shpesh? Po e quajnë në thonjza qimi një gërshetim i pasioneve të mëdha. Jam si çdo kush një njeri i thjesht që e kam ndërtuar jetën time në rrugën e artit dhe punës së përditshme. Unë jam një kantautor për të gjithë ata që s'më njohin, ku shpirtin tim të brendshëm, jo vetëm timin, por të gjithëve, shpreh nëpërmjet vargjeve të shkruara në letër dhe melodisë së këngës që këndohet. Flori, dhe pikërisht kjo pjesa na bën çudi, sepse e thash pak më lart që Flori vjen me 3 pasione. Dhe kjo është pak e çuditshme dhe ne na bëri shtys kjo pjesa e 3 pasione për të bërë pjesë në emisionin Personazhe në Fokus. Dhe pikërisht të bëra pyetjen për ata që ty nuk të njihni se kush është Flori. Tani Flori fillon tregon jetën e tij dal nga dal, duke sjellë atë pasionin e hershëm në brëndësi që në moshë të vogël. A është diçka e lindur apo diçka e trashëguar? Mendoj se është e trashëguar. Duke qenë se dhe Rrënjët i kemi nga Mallakastra, unë kam dhe dajat që këndojnë, edhe besoj se është e trashëguar në gjak, në gen. Si arrin Flori të bëj vargjet apo poezi të ndryshme, duke hetur në vargje dhe duke i bërë pjesë për këngëtarë të ndryshëm që marrin tekstet e kjo? Në fillim mundohesha vazhdimisht të shkruaja, kisha qejf të shkruaja. Nuk e kisha idenë si bëheshin poezit apo tekstet, po thjesht shkruaja, bëja diçka. Por gjatë rrugës time kam njohur shumë njerëz që më kanë ndihmuar, më kanë këshilluar si profesional në punën që bëj dhe sot kam arritur që të shkruaj tekste jo vetëm për vete, por edhe për këngëtarët.
Pasi ti ke bën komunikimin me këngëtarin, ka mundësi që Flori të thojë për shembull shikoj, ose një këngëtar për shembull nuk i pëlqen një tekst, ka dashurinë e madhe për ta kënduar e për ta sjellë atë këngën tënde më bukur, me një melodi më të bukur e gjithë. A ka kundërshtime ndonjëherë Flori me këtë të shikoj, se kjo nuk të takon ty, kjo më takon mua, edhe kjo është pjesë e ime dhe ti do bësh këtë çka them unë. Ka kë nguli Flori? Ndonjëherë rastisëm domethënë në kundërshtime, sepse mund të pëlqej mua, po mund mos t'i pëlqej kolegut në fjalë. Por që gjithmonë arrim në një marrëveshje për të dalë diçka e bukur dhe e mirë. Dhe kjo është kryesorja. E zgjedh Flori këtë? Patjetër që po. Për të kaluar te një pjesë tjetër, si kujtoni fëmijënin pikërisht këtu në Roskovec dhe rrënjët tuaja në Mallakastër? A kanë lidhje bashkë? Femëria, them drejtën, është pak nostalgjike për mua, sepse brezi im, se unë kam lindur në vitin 2000, ishim pothuajse pak larg asaj teknologjisë që shumica sot e kanë afër dhe kemi kaluar më shumë me lojra, me aktivitete të ndryshme, ishim shumë të lidhur dhe një pjesë të madhe të fëmijërisë e kam kaluar shumë bukur, por përveç aktiviteteve, fëmijërinë time jam munduar që i vogël t'i përshtatem pak prindërve me punët e fshatit ku jam rritur e ju vija sa do pak në ndihmë. Ishte një problematikë e madhe te Flori në brendësi kur Flori vetë jetuar në fshat, në afërsi të qytetit të Roskovecit dhe pastaj bëhet një këngëtar, një njerëz që merret me muzikën, me artin dhe bëhet dikushi. Si fillim, si çdo profesion çimi, hapat e fillimit janë normale dhe vështira, por që me Zotin para ja dolëm. Nuk është se kemi arritur majat kur i themi, por kemi bërë diçka më tepër për të ruajtur vlerat e zonës dhe traditën. Duke sjell traditën, Flori sjell traditën realisht. Kënga, po ku i gjen ato thjesht do ta thosh ato makjazhet e teksteve që ju vendosin për t'i bërë për vete publiku apo këngëtari që vjen e zgjedh? Tani si çdo kush, ne në jetë na ndodhin shumë gjëra që mund të ndodhin çdo kujt, por që këto gjëra unë i marr nga idetë e njerëzve, nga bisedat që bëj, madje edhe profesionet e tjera kanë ndikuar shumë sepse unë vërtet bëj 3 profesione të ndryshme, por këto treja janë të ndryshme, por janë të lidhura në një pikë të përbashkët, që është dashuria. Që do të thotë dashuria për njerëzit, për kafshët, tek mjekësia dhe tek bukurisë. Për profesionin e berberit. Dhe duke qenë se kam kontakt vazhdimisht me njerëzit çdo ditë, i njoh pak a shumë historinë e tyre apo edhe historinë time personale dhe të gjitha ato idetë e jetës tonë apo ngjarjet unë rikthej në një tekst këngë. Arti tek ju ka hyrë në moshën 10 vjeçare brenda mëngjesit tënd. Pse pikërisht Flori zgjodhi këtë pjesë pasionin në vetvete? Mendoj çimi se nuk e zgjodha unë, por më ka zgjedhur ai mua. Kjo është domethënse? Duke qenë se unë nuk ndahem dot prej tij, mendoj se ai më ka zgjedhur mua. Dhe gërshetimi aso fjalëve që the pak më parë, mes 3 pasioneve del një dashuri? Është vërtet. Të falenderoj për këtë sinqeritet që thua Flori. Faleminderit. Nga arti te veterineri. Është pak e çuditshme si lini vendimet për të ndjekur studimet në profesionalizmin tënd në këtë lloj drejtimi që ti ke marrë. Sepse ta thash pak më lart edhe për vetë shikuesin. Një njeri me 3 profesione dhe është pak e çuditshme. Art, veteriner, në fund berber. Për mjekësinë veterinare çimi unë kam një dashuri të madhe për kafshët. E kam pasur dhe vazhdoj ta kem. Madje dhe në shtëpinë time kam rritur vetë kafsh që i mbaj. Dhe ku ka më të bukur se sa profesioni mjekut veteriner që të kujdesesh për to. A mund ma thuash pak të profesioni veterinerit, si kuptohet një veteriner me kafshin kur është i sëmur? Këtu pra është e bukur çimi sepse shumica e mjekëve human thonë e kemi punën të vështirë, po në të vërtetë nuk e kanë shumë të vështirë sepse me njeriu flet, komunikon çfarë dhem, çfarë dhem, të diskuton, po me kafshën si. E kafsha nuk ta tregon. Këtë duhet të jesh i aftë të krijosh një lidhje shpirtërore me të, që jo çdo kush mund ta bëj, përveç mjekut veteriner. Dhe më pas të vendosësh një diagnozë, si mund ta përmirësosh. Ndaj është pak e vështirë. A është kënaqësia e të punuarit me kafshën, apo është kënaqësi të punosh me artin, apo është kënaqësi të ketë jesh përdit me njerëzit që kanë dëshirën e tyre të krijojnë estetikën e trupit? Në profesionet e mia, sidomos ato të mjekësisë veterinare ku kam pas punuar,
edhe atë të berberit ku aktualisht punoj. Unë e bëj punën me pasion që kur e bëj punën me pasion, normale që ndihesh i kënaqur. Ti jep kënaqësi? Kënaqësi të madhe. Rikthesh shpesh herë te veterineri, kur njerëzit, miqët, shokët tuaj thonë, shiko Flori, kemi një haz, unë kam kafshën e vogël, qenin, macën e shumë tjera që mbajnë njerëzit në shtëpi, sepse kush do kafshën do dhe njeriu. Është një shprehje shumë e madhe kjo. Pasi edhe vet kam kafshë në shtëpi dhe të kam deklaruar se shpesh herë edhe hetëm në rrjet social, por është ky një pasion për të duash një kafshë dhe shoqëria ty të preferon. Shiko Flori, se kam këtë haz dhe mua duhet të më shpjegosh si duhet veproj. Ka Flori këtë guximin që e shpjegon të tjerëve? Më kam pasur disa raste që më kanë ndodhur dhe kur kam pasur mundësi, ju kam gjendur pranë. Dhe kam arritur të bëj diçka. Sepse thash kafshët të kujdesesh për ato është dashuria më e madhe. A ka pas raste që Flori në mundësinë e tij ose pa mundësinë e tij, për shembull një kafshë sumur, nuk ka jetuar më gjatë një smundje që ju keni kuruar e të gjitha me radhë? Si është mirë, Flori? Normale, sepse si shumica e njerëzve që u ndodh në jetë në mjekësinë edhe umane, edhe ne në mjekësinë veterinare kemi raste domethënë kur bëjmë të pamundurën në kurimin e saj, por janë disa sëmundje të rrezikshme që vështirë se mund të kurohen kur arrin në fazën e fundit. Normale që nuk ndihemi mirë sepse është një humbje jete, edhe pse është kafshë. Pas profesionit të veterinerit, njohen si mjek veteriner, vazhduat te pjesa e berberit. Çfarë ofron ky profesion për ju? Në aspektin njerëzor, komunikim me njerëzit, Flori dikur këngëtar, vazhdon të jetë, zgjedh këngëtar, pastaj veteriner të kafshët, nga kafshët shkuar te profesioni gjithmonë me njerëzit, por duke futur edhe bisedat e brendshme që dhe kafshët me atë jetën njerëzore të përditshme. Si e kalon Flori këtë? Do të thoya çimi profesioni i berberit është një art më vete, pothuajse si ai muzikës. Në kuptimin sepse ne aty njohim shumë njerëz, ai nuk është thjesht vetëm një klient, por është një mik shumë i mirë, mund të ndajë një problem, një shqetësim me ty. Por është dhe kënaqësi kur pas çdo pune ai del me buzëqeshje nga dera. Flori shpesh herë thonë që te berberi tregon çdo gjë. Është e vërtet. Edhe është një batut që përdorim ne, më mirë mos i fol shumë berberi se të ka në dorë. Kjo është me bugra. Ka në dorë se ka në dorë sekretet. Ishte pak e çuditshme kjo. Por shpesh herë thonë që berberët ja thashë atë me xhimë. Është e vërtet kjo? Në përgjithësi ndodh, po unë vetë jo. I mbaj sekretet në përgjithësi. I mbaj sekretet? I mbaj sekretet, dhe pse di shumë. Je më shumë te pjesa private të mbajtur sekretet të klientëve. Është e vërtet. I mban Flori këto. A ka shumë sekrete që vjen te Flori të shpjer gjatë kohës që ju bëni punën tuaj për t'i dhënë estetikën e paraqitje personit dhe njerëzit shprehen dhe Flori mban sekrete? Se dhe do na nxjerrësh çfarë sekrete ti tani, se tani një emision normal e Flori do të shprehen ca gjëra që shpresoj klientët të më falin nëse shohin këtë intervistë. Por që kam disa klientë qimi, sepse unë lidhen me njerëzit, e kam jo vetëm në profesionin ku punoj aktualisht, por edhe në atë të artit. Krijoj një lidhje të ngushtë me njerëzit dhe nuk i shoh në mënyrë, si ta them, për profesionin që kanë apo për diçka që bëjnë apo për atë që janë, por i shoh si shok, si miq, më saktë, të gjithë. Krijoj një lidhje miqësore me të gjithë dhe normale që kur krijon diçka me ta, edhe ata kanë besimin që mund të tregojnë ty diçka, domethënë nga jeta e tyre, se çfarë mund të ndodhë. Kjo është pjesa më e madhe që ti komunikon me ta? Dhe me sa jam mundur të gjendem pranë me disa këshilla të mia. Kush është këshilla më e mirë që Flori i jep klientëve të tij? Kur vjen unë në karrikën dhe thonë Flori, shiko, kam këtu, më ke lënë këtë, po më ke lënë këtë defekt, po më ke lënë këtë herën e parë, po nuk mundesh a do të vija. Si dhe Flori? Në përgjithësi nuk lë defekte, por që në fillimet e mia kam rastisur me këto raste, besoj kanë rastisur dhe kolegët e mi, por që ne berberat themi një gjë që arrim ta mbulojmë atë pjesë me disa gënjeshtra të vogla. Ca gënjeshtra të vogla. Unë do të bëj edhe një pyetje tjetër, por nëse do kishim mundësi për ta kthyer përgjigje. Po patjetër. Këto vitet e fundit pikërisht te berberët është bërë një mod shumë e parë kudo që mbajnë pjesën e mjekës. Pse ekziston vetëm të pjesa e berberave, kjo dhe të djemë të ri? Ju jeni berber në profesion, veteriner, ardashës, shkrues tekstësh,
këngëtar, kupton, një profesion, një gamë gjën. Në fakt, modelin e mjekrës së gjatë, domethënë, e kemi mendoj që nga modelet e jashtme, sepse në Shqipëri, gjithmonë Shqipëria ka ardhur më vonë në modën dhe besoj që kemi nga jashtë më shumë të pjesë, plus kohët e fundit që mi është futur dhe ajo pjesë e besimit të njerëzve, që kanë Po pse ndikuar. ka të bëj lidhja besimit njerëzit, besimit fetar me pjesën e mbajtjes së lukut? Në fenë islame, për shembull, ku unë besoj edhe vetë, është privilegj mbajtja e mjekrës. Ka virtyte, thot profeti. Shpeshherë njerëzit e ndërthurin pjesën e mbajtjes së lukut, mjekën që ne i themi, e lidhe dhe me besimin, por edhe me modën. Edhe me modën, është e vërtet. Po pse pikërisht berberët kanë përgjithësi ku shikon berberët të mbajnë, për të treguar veten, shiko se është ky modeli dhe ti mund të mbash këtë lloj modeli, ku një pjesë të rinjve tani janë bërë si e shikon këtë. S'kam asgjë në lidhje me pjesën e mirë, absolutisht po. Është diçka shumë e çuditshme që po evoluon shumë shpejt e të rinjët kjo. Shiko, moda në kohët e fundit çimi ka përparuar, të themi realitetin, edhe kanë arritur të vinë në Shqipëri modele të ndryshme, madje edhe ne sot në sallonin aktualisht ku punoj hasim modele të reja, por vazhdimisht jemi në kontakt edhe me modën që na sjellin nga jashtë, domethënë që modelet që të jemi të përshtatur kur na vinë dhe të mos ngecim, të themi realitetin. Po moda ka përparuar shumë. A ka raste që Flori të kërkon modele që Flori se ka praktikuar ndonjëherë për shkakun? Si i përgjigjesh? Në fillimet e mia kanë qenë vështira sepse nuk i kam njohur të gjitha modelet, ndërsa sot se kam as problem më të vogël për ta bërë. Gjatë kohës që ti je në profesionin tënd të berberit, pjesës estetikës të njeriu gjithë, ka pas raste që një shok të tu vinë për shkakun që në profesionin e veterinarit tonë, Flori, përveçse se ti ke këtë për shkakun ka një problem me qenë vëlla, çom duhet bëj me qenë apo me mace. Jo, aktualisht nuk më ka ndodhur. S'ka askushi. Deri tani jo. Po të vinë çfarë do bëje? Tani do mundojsha ti gjendësha pranë, sepse thash dashuria për kafshët është gjë më e bukur. Po kur të shikoni të thonë, "Oh, Flori, duam një tekst këngë nga ju." Si gjen kohën Flori për ta shkruar? Unë qimi kohët e fundit kur ka dalë dhe kjo programi inteligjencës artificiale, duke qenë se studiot muzikore të mëdha kërkojnë shumë amaramencë dhe njerëzit nuk e kanë të mundësinë që të bëjnë një këngë për shkak për dikë që ka ndërruar jetë apo për një rast gëzimi në familjen e tyre. Unë bashkë me një kolega mbritëm një studio inteligjencës artificiale dhe duke qenë se shkruaj vetë tekste, jam munduar që të gjendem pranë atyre me një çmim të arsyeshëm që ata ta kenë mundësinë ta realizojnë dhe ta përballojnë. Sa i duhet Florit për të shkruar një tekst këngë? E vetmja gjë që më duhet është një ide nga personi në fjalë që do tekstin, për çfarë do ta bëj dhe e shumta që mund të marrë kohësh punë 4 orësh, por që unë e shtyj deri në 3 ditë sepse kam diçka çimi tek puna dhe çdo punë që bëj jo vetëm në tekstit, duhet ta shoh në mënyrë 100% të jetë profesionale. Që tjetri kur ta dëgjoj apo kur ta lexoj që tekstin nga shkruajtë Flori, ta di atë kuptimin që ajo përcjell, ajo këngë përcjell kur të dëgjohet. Dhe unë, a ka shumë tekste Florit të dhuruara apo të bëra nga këngëtarët e zonës, pak në zonës tënde të Roskovecit, të Fierit, të Mizeqesit, kudo? Unë kam shkruar shumë tekste, çimi mos gabojmë, jam bërë gati 500 tekste të shkruara. Nuk është se i kam shpërndarë të gjithë, por që më bëjnë 500 tekste të shkruara. Ka qenë një këngë të cilën unë e kam publikuar në profilin tim në TikTok, e titullova Jeta jon, trajtova gjithë temën e jetës aty dhe muzika është bërë sipas idesë time, por me programin e inteligjencës artificiale. Edhe e holla domethënë më tepër po thash atë po e thot, kur i thon shumica. Duke e provuar. Duke e provuar. A mori Min në të nesërmen, domethënë kur çohem, shikoj që më kishin ardhur shumë njoftime, shpërndarje, ishin bërë video me atë audion, dhe thash çfarë po bëhet, se prisja fare që ajo të ecte në atë nivel aq të lartë. Pasi kjo kishte kaluar 3 ditë, më vjen një mesazh nga kolegu im Aldo Hoxha,
nuk e di nëse na dëgjon e përshëndes. Dhe më thotë që Flori duhet që ta fshish këtë këngë se këtë do ta marr unë dhe do ta këndoj thotë. Nëse mundesh. Se më pëlqej shumë thotë si tekst edhe kam dëshirë që ta këndoj unë këtë këngë. Flori si reagoi? Unë me të gjithë kolegët kam një marrëdhënie shumë të mirë, edhe me ata që i njoh, edhe me ata që s'e njoh. Dhe normal që pranova. Mi thash, okay, kjo është dhurata jote, pas ka qenë fati jot. Merre këndoje dhe hoqa nga postimi kur kisha postuar dhe këngën pas e ka realizuar Aldo, e gjen edhe sot në YouTube, Jeta jonë është me titull dhe ka ecur goxha. Meqense ke vënë këtë emër Jeta jonë. Si e shikon Flori jetën tonë dhe jetën e tij? Ky tekst që unë shkruaj tashmë nis si ta themi flet më tepër në thellësitë e realitetit të jetës, se thotë nisja erdhëm ne në jetë, erdhëm duke qarë, edhe pa kuptuar, u rritëm nga dalë. Që do të thotë jeta na përball me shumë sfida. Kemi një jetë domethënë që nuk ja dim shumë nga pjesë e fëmijërisë se si është, sepse nuk kemi ambientuar apo rrahur kur i thon populli me jetën dhe më pas kur rritim e kuptojmë se sa e bukur është ajo, sa e vështirë është ajo dhe si duhet ta përballojmë atë. Dhe mendoj se kjo ka qenë kënga që i ka bërë njerëzit për vete sepse ka qenë realiteti, sepse unë një tekst kur e shkruaj çimi nuk bëj vetëm lidhjen e fjalëve, por dua që të qëndroj në thellësia se që shkruaj që të përcjell më tepër një mesazh kur lexohet, kur dëgjohet kënga ose lexohet. A ka rivale Flori Në rrugën e muzikës? Paket muzikës. Unë në përgjithësi vetë nuk shoh asnjë rival, të gjithë i shoh si koleg. Nuk e di për disa të tjerë ka ndodhur që i shohin si rival, por unë kam një këshill edhe për artistët e rinj. Unë i ri jam dhe vetë, për ata që nisin që punën që zgjedhin se dëgjoj shumica sot çimi që thonë do t'i futem artit të bëj lek. Po në të vërtet, nëse i futesh për të bërë lek, nuk ke për të shkuar asgjë fundi nëse nuk e arrin ta bësh me pasion atë që po bën. Dhe arsyeja pse sot ka humbur pak e vlera e këngëve tradicionale apo e artit Këtu do të vërtet, është sepse njerëzit tani po e shohin botën e artit më shumë si botë biznesi çimi dhe nuk po e shohin si diçka që duhet ta ruajnë, ta trashëgojnë. Nuk është problemi domethënë që por unë s'po marr famë. E rëndësishme është të bësh diçka të bukur, të ruash traditën. Unë i këtij mendimi jam. Ti ju jeni me mendimin që sot arti i të trashëguarit të këngëve të vjetra popullore tashmë po kthehen në tallavara. Është vërtet. Edhe kjo aprish imazhin e një trashëgimie të artit në Shqipëri ku shumë të rinj dhe artistë më me emër, mos se s'dua t'i themi emrat dhe të kapim dikëm në këtë emision, por ka shumë artistë që me famën e tallavas, që janë në gëzime familjare apo në shumë aktivitete që promovohen. Unë jam një nga njerëzit promotorë, për pasi kam qenë në shumë spektakle televizive, po dhe në shumë festivale, që kam qenë moderator apo kritik apo i ulur në komisione në festivale dhe pjesa e muzikës dhe artit tashmë ka marrë një shturje totale duke dalë nga ajo pjesa e bukurisë që trashëgohet ashtu si është arti dhe jo duke futur nuancat e tallavas. Dhe pjesa më e madhe e artistëve, paktën ju jeni që shkruani dhe këndoni, a i shikoni që pjesa më e madhe e artistëve kanë shkruar drejt tallavas dhe jo më te originaliteti? Është e vërtet çimi sepse unë shoh edhe kur bën organizime, domethënë festive, qoftë në banketet e dasmave ose edhe organizime në koncerte, shoh shumë këngëtarë të live-it që më fal për shprehjen e bastardojnë atë muzikën e bukur tradicionale dhe këndojnë në një mënyrë nga jugu që duhet të këndohet, për shembull, qëndrojmë tek ajo, meqense unë jam dhe këngëtari i Trevës Jugore, nga ajo që duhet këndohet vërtet e kthejnë në këtë që ti sapo the. Domethënë ndryshojnë totalisht. Por kjo nuk është gjë e mirë sepse brezat a unë bet tradicionalja këtu. Është e vërtet. Shpesh ne kemi diskutuar gjithmonë kur ikën jashtë kësaj humbet tradicionalja. Humbet vlera e saj, është e vërtet. Dhe ç'a mbetet për këngë. Dhe kjo është një mesazh shumë i keq te brezi që kemi pas nesh, sepse kur e dëgjon në këtë mënyrë, edhe ai nuk e di domethënë se cila është tradita e vërtetë dhe do rritet me atë që do dëgjoj.
dhe sot ka humbur komplet ajo thelbi i asaj traditës që ka qenë dikur që ne jemi rritur, që e këndojmë sot. Flori qëndron brenda tradicionales? Unë që me thënë drejtën, këndoj dhe pak muzika të lehta, por që më tepër jam i lidhur me tradicionalin, e sidomos me polifonin, sepse nga aty kam rënjët më saktë. Pastaj ju futa muzikës. Tallavan si e shikon? Ka pas raste që më kanë kërkuar, por më thënë drejtën nuk është në preferencat e mia. Jo se kam diçka domethënë përkundrazi, është një muzikë e bukur, por që unë vetë nuk jam i asaj fushë që Po këngët hip hop këto për mua nuk janë fare. nuk ekzistojnë te Flori? Nuk ekzistojnë fare. Po si shikon këta? Ta të rinj që merr me to këngët që brenda këtyre këngëve, ato tekstet e shkruara që dalin me armën, dalin me luftën, dalin me mjetin, me hecin, me shpejtësinë, me marrëmendje. Si shikon këtë? Është një lloj rrymë që ka çuar njerëzit deri këtu? Të rinjt? Këtë e shoh çimi sepse këto këngë transmetojnë në vetvete, qëndrojmë tek ajo që thon prishja e shoqërisë. Jo se kam gjë me artistët që e bëjnë këtë pjesë, por aty ka disa tekste. Disa artistë kanë marrë namë me këto këngë. Është vërtet, po aty teksti atyre nuk përcjell një mesazh, domethënë që ti inkurajoj ty se më tepër për jetën. Se po i fole brezit të ri për drogën, për armën, edhe ai me ato do rritet. Ndërsa këngët tona tregojnë tjetër kulturë, që jemi rritur ne dhe që i këndojmë, vazhdojmë të këndojmë akoma. Për të kaluar të kjo pjesa, sepse kjo na përket më shumë kjo pjesa e artit, kulturës, gjitha me radhë, po duan shumë kohë që të diskutojmë, pasi kemi vite e vite që diskutojmë për problemet e teksteve në Shqipëri, pasi janë basarduar dhe në shumë këngëtarë që janë basi këngëtar big në Shqipëri, po duke ngatruar tekstet në brëndësi dhe duke i bërë dhe kryer ato në këngë tallavash. Në këtë gëzime s'kemi asgjë për tallavan, por duke pasur diçka reale që tradicionalja mbetet tradicionale dhe duhet qëndrojë te tradicionalja, te kënga e bukur shqiptare. Për të kaluar te pjesa tjetër, pasi ju nisët rrugtimin si artist, a ishte e vështirë momenti i parë i propozimit dhe i daljes së Florit në tapetin e kuq, do të thosh, ose në sken? Te grupet polifonike që kam marrë pjesë, çimi nuk e kam pasur shumë të vështirë, me thënë drejtën, sepse duke qenë se isha me shumicën, me turmën kur i thon shqip, nuk e kisha problem domethënë, por kur po futa muzikës nga polifonia kalova në muzikë, kam pasur të vështirë live-in tim të parë, sepse ishte një emocion ndryshe dhe unë nuk isha mësuar me ato lloj emocioni që më përcolli live. Madje e kujtoj edhe sot atë pjesë kur këndoja, më dridhësh dora. Kisha shumë emocione në ato pjesë, po njerëzit më kanë mbështetur. A ke pas mbështetje familje? Në fillimet e mia nuk kanë qenë shumë dakord që unë të përzgjedhje. Të ndiqja këtë rrugë, sepse ishte diçka e bukur, por kur thon shumica nuk të çon asgjë kundi, sepse arti në thelbër si punë e Bixhosit që unë po e provoj, po nuk di ku do dal. Edhe familja për këtë pjesë e kish pak merak, por që më vonë e kuptoj që unë isha i lidhur shumë me të dhe më kam mbështetur. Si e priti familja, mi, publiku, daljen tënde të parë në skenën artistike? Kishin diçka? Miqve jo lash surprizë, ndërsa familja dinte që unë kisha përgatitur një këngë. Në studimet e mia që kam mbaruar për mjekësi veterinare, unë kam njohur disa shok nga Vlora që isha shumë i lidhur ngushtë me Vlorën dhe këngën e parë kam bërë pikërisht për Vlorën. Dhe shumica kur unë prezantova e dini se Florian Plaka ishte në zonën e Vlorës. Edhe e titullova me titull Do marr vajzë nga Vlora. Është kënga ime e parë me tekstin tim dhe melodinë në atë kohë ka bërë Vani Roshiti. Të përshëndes. Kush të kompozon këngët kur ti nxjerr tekstin? Unë kam punuar me kompozitorë të ndryshëm, por unë kam diçka çimi sepse në studio kur punoj dua që të bëj diçka timen. Nuk dua domethënë të më japi shumë tjetri ide nga vetë ose do thoj bëj kështu se kështu dua unë, sepse puna e kompozitori dakord është i asaj fushë, por kur dikush ka talent për atë që bën, nuk është nevoja domethënë mos ta lësh të lirë të shprehë atë që do. Dhe unë i kam vënë re në studiot që kam punuar lirshëm me këngët dhe projektet e mia,
këngët kanë ecur më shumë nga ato që unë ja kam lejuar të tjerëve. Dhe kjo tregon domethënë që është më mirë pak ajo liria nëpër studiot, se shoh shumë kompozitorë që i ndryllin artistët e rinj, thonë do qëndrosh këtu, jo mos bëj këtë, mos bëj atë, nuk japim shumë hapësirë. Për të kaluar edhe një pjesë tjetër që është pak në jetën private. Si e shikon jetën private Flori dhe a është Flori i dashuruar? Përveç pasionit? Dashurinë në shkuptim. Në shumë aspekte. Unë jam i lidhur ngushtë me profesionet, me shoqërinë, me njerëzit, ndërsa për pjesën e dashurisë besoj se është e vërtet, por ekziston vetëm në filma, jo në realitet. Kishe një përgjigje pak skeptike, Flori. Jam skeptik sepse shoh shumë sot, domethënë që do të them pak më thjesht që dashuria sot është kthyer në interese, nuk ka ndjenjë të vërtet dashurie. Ndaj thash që më tepër ekziston në filma se sa në jetë reale. reale. Një interesin e dashurisë brenda? Dikur po, Sot jo. sot jo. Pse pikërisht sot jo? Madje nuk jam një asatim mendimi domethënë. Madje akoma se besoj që ekziston. Një përgjigje edhe ande edhe këtej Flori me dy këmbë që qëndruar në i peshë kohës. Paktën kjo është logjika që deri tani. Gjithsesi, cili ka qenë momenti më emocionues dhe më i rëndësishëm i rrugëtimit tënd deri tani? Të them edhe diçka, Po, më patjetër. që ishim te tema e dashurisë. Po patjetër po thuash. Unë gjithkohës i kam kënduar dashurisë, më thënë drejtën. Madje kolazhi im i dytë që më dha dhe emrin sepse aty mora atë pjesën më të madhe të njohjes, e kam kompozuar dhe Gens Malaj. E përshëndes profesor Gensin. E kam vendosur titullin e kolazhit dashurisë sepse aty e kam përmbledhur temën. Aty ku Një kuptua njohje. se ç'do të thotë dashuria, Jo. Aty apo ishte diçka e vuajtër dhe ti nxorre ishte produktin. diçka për të gjithë ata që kanë përjetuar, domethënë dhe Drama, dashuri. dhe kanë arritur deri në fund të realizojnë. Është një këngë që trajton të gjithë historinë. Edhe në atë kohë kur unë e kam nxjerrë nga që nuk njihsha në treg, edhe kur rastisja domethënë për lokale apo ku shkoja, thoshin o këngëtari i dashurisë. Na gjithë s'ma Kishe dinin vendosur dhe emrin. Nuk ma kishin fiksuar Pjesë në emrin. këtë pjesë. Po. Ishte diçka shumë e veçantë në këtë lloj profili. Po. Edhe për të kthyer tek ajo pyetja jonë më parshme. Cili ka qenë momenti më i rëndësishëm i rrugëtimit tënd deri tani, në tre profesione? Më i rëndësishmi do qëndroj prapë tek arti, tek muzika. Unë çimi që i vogël, domethënë kur e kisha qef muzikën, kam pasur një dëshirë të madhe të i realizoj një këngë prindërve. Dhe falë Zotit e realizova, i pata dhe pjesë të klipit dhe ka qenë përjetimi, se unë zakonisht na për klipet e këngëve nuk e kam problem, se kam xhiruar shumë klipe, por tjetër gjë kur xhiron me njerëz që nuk i njeh, thjesht janë personazhe, dhe tjetër gjë kur ke prindrit e tu dhe po ja dedikon këngën. Dhe kur po këndoja, është dhe në klip që ka kapur montazhieri, Fationi, përshëndes Fationin se punoj gjithmonë. Ka kapur një pjesë të nënës time ku i ka rënë lotut. Edhe është e vetmja këngë që unë edhe sot nuk më mërzitet dhe dëgjoj shpesh nga këngët e mia. Kjo është një këngë që e kishe përkushtuar të gjitha nënave, të familjeve, apo thjesht vetëm prindërve? Ja kam përkushtuar të dy prindërve, edhe babait edhe nënës. Dhe kjo ishte momenti më i veçantë i rrugëtimit tënd? Ky është momenti më i veçantë dhe të gjithë këngën e kam pritur mirë, sepse edhe refreni është shumë i goditur, sepse nëse më lejon Po të tjetër. të ta shpjegoj, është o baba sa të dua, do t'i po duart e tua. Dhe mbyllet pastaj me pjesën e nënës në fund, domethënë që i përfshin pak nga babai, pak nga nëna atë pjesën e tekstit, edhe i përmbledh në mënyrë më të bukur që tregon se sa të rëndësishëm ja prindit për jetën tonë, që përcjell një mesazh për gjithë publikun. Jo, ky është një mesazh shumë i fortë dhe ju sapo folët bilës për të gjithë shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, shpesh këto vitet e fundit mosha treta ka ngelur Është e vërtet. në familje vetëm, ku fëmijët janë larguar për një jetë më të mirë, pasi nuk gjejnë veten e tyre këtu. Kjo është thjesht, jo thjesht ne e predikojmë si pjesë që hajtë ta japim se duhet dhëm, po kjo është jeta reale që ekziston faktike në Shqipëri. Kur moshat e treta ka ngelur vetëm, shtëpit janë mbyllur qepenat, janë mbyllur dyert,
dhe djemë të rinj janë larguar drejt emigraimit. Dhe kjo është një fatkeqësi që Shqipërisë është kjo lloj pa e kaluar në çaste politike, pasi emisioni jonë s'ka lidhje me politikën, por problemi është kjo është realiteti dhe ju keni vendosur një pikë aty ku me të vërtet është si puna një plagë që ka krijuar një kore të mbuluar dhe kushdo që e prek shkakton hemorragji. Dhe kjo është pjesa më e bukur që ju keni bërë. Falenderoj edhe për këtë fjalë që the. Sot jetoni në Tiranë. Çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj, në karrierën tuaj dhe pas ardhes në kryeqytet? Me thënë të drejtën, unë pjesë më të madhe të kohës, po thuaj se kam qenë gjithmonë i lëvizur, nuk është se kam dhënë shumë të zona ime, vetëm pjesën e familjes që kam kaluar aty. Përgjithësi kam qenë shumë i lëvizur, jo arsimi, jo aktivitetet e ndryshme të artit. Por lëvizja në Tiranë normale në fillim nuk ka qenë e lehtë, sepse kur je mësuar të përshtatesh me një vend dhe pastaj ndryshon një vend tjetër është pak e vështirë, por është tjetër jetë andej dhe tjetër jetë këtej. Tirana sot ofron shumë mundësi për të gjithë, jo vetëm për mua, dhe shumica po shoh çdo ditë më shumë që po shkojnë drejt Tiranës. Për të kaluar te pyetja jone e fundit, ku e sheh veten Florian Plaka pas 5 vitesh dhe cili është mesazhi që dëshironi të jepni të rinjve që ndjekin ëndrrat e tyre? Kjo mbetet për të parë, domethënë, nuk e di, por di një gjë që unë nga arti qimi nuk do ndajmë sa të kem jetën, sepse është diçka që e dua. Ndërsa një mesazh qoftë për brezin tim, qoftë për ata pas meje është që të harrojmë pak ato traditat, këngët tradicionale, nuk jam kundra që mos përshtaten tek muzika e kohës sotme moderne, por që duhet ta ruajnë sepse nuk duhet ta shohim këtë gjë të bukur që kemi trashëguar nga të parët tonë. Flori kompozitor, Flori krijim tekstësh, Flori këngëtar, Flori mjek veteriner, Flori së fundmi berber. Ka diçka sekret Flori që kërkon ta ndaj sot në emisionin Personazhe në Fokus me të gjithë ata që do t'i kemi në audiencën tonë? Shiko, unë kam një karakter qimi që më pëlqen, ajo gjë që më pëlqen dua me patjetër ta bëj. Dhe gjërat që më pëlqen t'i bëj me pasion gjithmonë me mundim ose jo me mundim i kam arritur, por që kam dashur diçka, por e kam realizuar deri diku, po jo deri në fund. Shpresoj ndoshta një ditë realizojmë. Ka qenë që të jem aktor. 26 vjeç, Flori sot. Ka qenë. 26 vjeç Flori sot. Dëshira është për aktrim. Jo, kam pasur këtë, por që nuk e kam. Nuk e ke realizuar asnjëherë. Diçka Kjo është dëshira. Jam përshtatur me një Dikush kush na reklam. dëgjon nga regjisorët që janë pjesë e artit, të teatrit, të filmit, Flori është i gatshëm të jetë pjesë e juaj në teatr, në filma, për të provuar dhe veten, ashtu si e ka provuar deri tani, që i ka dhënë diçka komunitetit apo jo. Është vërtet dhe do vazhdoj të jap. Kjo është ajo që do ndaje me publikun. Një sekret tjetër Flori ka. Deri tani jo, i thash të gjitha. Po s'ka ngel diçka dhe mbyllim emisionin thua, po. Nuk e thash dhe këtë se duhet thoja. Po mos e thash këtë se duhet falenderoja. Kam dhe diçka tjetër, do ngelem prapë te kënga, sepse ti e di që mos më ndaj shpirtin nga pjesët e teksteve. Nga pjesë e muzikës. Kam një dëshirë shumë të madhe duke qenë se babi këndon, por asnjëherë nuk e shfaq veten. Ja kam kërkuar disa herë që ta kemi një këngë bashkë, por nuk e di se kur do vijë ditë që do t'i mbush mendjen. Se ka një zë shumë të bukur. Me qenë se babi do t'jetë spektatori i parë që do na ndjekë emisionin Personazhe në Fokus, edhe ne, si televizion, por edhe si emision Personazhe në Fokus, do t'i thoshim babit tënd, që nuk e dim si e ka dhe emrin. Ymer. Pranoj ofertën. Një bashkëpunim me një ofertë goxha të mirë nga Flori do t'ishte gjë e bukur, jo vetëm për baba dhe fëmijë, por edhe për vetë publikun e Roskovecit dhe me gjëra që t'jetë pjesë sot e videotekave të ndryshme pranë televizioneve, në YouTube e kudo. Është diçka shumë e bukur, por pak e çuditshme i merr pse nuk e pranoni ofertën nga djali.
Shiko, babi nuk e ka dashur këtë, domethënë që të përfshihet shumë te publiku, por që E pak i ndrojtur? këngën e ka shumë pasion, madje nëse sot do ishte ngritur një grup tamam, domethënë për zonën e Roskovecit, mendoj që më shumë nga mua unë do t'ja kisha lënë vendin babit, sepse babi për këngën muzikare të zonës, jo se kam unë baba, po me të vërtet i qan. Dhe për mua është një zë që ka mbetur në heshtje. Jo se kam unë baba, por që ja vlem për atë që bën. Si shikoni gjithë audiencën, këngën e zonës, grupet që janë ngritur sot në Roskovec? Meqense pikërisht emisioni jon po realizohet këtu në Roskovec, ndoshta dhe zhurmat pak na shqetësojnë, po një emision i realizuar në një terren, në një hapësirë, sepse është pikërisht fokusi i këtij emisioni për ne, për të shkuar aty ku është personazhi, na sjellë këto zhurmat e bezdisë ndoshta, por kjo është realiteti. Jemi pikërisht me këmbë në tokë për të thënë që realiteti i një personazhi vjen direkt aty ku personazhi jeton. Dhe për që ndruhet tek ajo pyetje që unë bëra pak më lart. Fatkeqësisht çimi për gjithë ata që më ndjekin Roskovecit i ka munguar një grup, tamam grup, le të themi, që përfaqësoj zonën si dikur. Për arsye sepse, siç të thash, sot fusha e artit, si çdo fushë, lidhet, është kthyer më tepër në diçka interesi se sa në diçka që duhet të ruajtur. Më shumë shoh sot që po punohet me njerëzit jo të duhur të asaj fushë se sa ata të duhurit që meritojnë për të qenë aty. Dhe më tepër artistët sot shfrytëzohen kur se kanë shumë rastin për diçka vetjake se sa për atë që duhet përcjellin për të ruajtur vërtet traditën. Dhe më vjen shumë keq që zona ime sot nuk e ka një grup, po e quaj tradicional ose izo polifonik, si grupet muzikare siç e ka shumica e qyteteve të tjera. Shpresoj që një ditë të arrihet, por me sa shoh është pak e vështirë nëse nuk ka një mbështetje për të ringritur. Flori, çdo fillim ka një fund. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Edhe unë duhet të falenderoj Çimin sepse për mua ishte kënaqësi dhe u kënaqja shumë në emisionin tuaj. Dhe inshallah kemi edhe emisione të tjera dhe me patjetër që nuk do të them jo sepse kalova shumë bukur në këtë emision dhe të uroj shumë suksese në punën që bën. Kjo ishte një histori e ndërtuar mbi pasionin, punën dhe këmbguljen. Me mua dhe Florin u themi kalofshit një ditë sa më bukur dhe miru takofshim në emisionet e ardhshëm me të tjerë personazhe nga jeta reale. Mirupafshim.